E fshehur në brigjet e detit Adriatik në Evropën juglindore me vargmale Mahnice dhe rivjerën e saj, Shqipëria nuk ka qenë shumë në lajme në një kontinent që po përjeton një luftë dhe tensione gjeopolitike, domethënë deri më tani. Javën e kaluar u bë vendi i parë në botë që emëroi një program të inteligjencës artificiale si ministër me të drejta të plota në qeverinë e vendit. Kjo tërhoqi vëmendjen e menjëhershme të mediave botërore. Duke folur në Asamblenë e Partisë Socialiste më 11 shtator, kryeministri shqiptar Edi Rama njoftoi se programi i inteligjencës artificiale Diella do të ishte përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha kontratave të prokurimit qeveritar. Diella, që do të thotë rrezet e diellit në gjuhën shqipe dhe që praktikisht përfaqësohet si një zonjë shqiptare me një veshje tradicionale, është cilësuar nga Rama si një ilaç për skandalet e rishfetit që kanë prekur vendin. Çfarë do thotë kjo? Ministri virtual përfundimisht do të merrej me të gjitha vendimet e prokurimit të qeverisë, duke siguruar që procesi i tenderit të jetë 100% i lexueshëm, tha Rama, siç citohet nga raportime të ndryshme mediatike. E gjithë kjo krijon tituj të shkëlqyer lajmesh, prandaj ato filluan të bëhen trend në platformat e mediave sociale. A do të rezultonte kjo të ishte vetëm një reklame e egzageruar pas një substancë? Për ta zbuluar është e rëndësishme të hetohet konteksti dhe historia që qëndron pas njoftimit të diellës. Platforma e AI nuk është e re dhe është ndërtuar mbi modelet Azure OpenAI dhe Microsoft AI nga Agjencia Kombëtare e Shqipërisë për Shoqërinë e Informacionit, AKSHI, e njohur si Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. E lançuar në janar të këtij viti, platforma Diella fuqizon platformën e e-Albania të vendit, e cila u lejon qytetarëve të kenë akses digitalisht në pothuajse të gjitha shërbimet qeveritare. Shqipëria ka një histori të gjatë korrupsioni, veçanërisht në prokurimin qeveritar, dhe kjo ka qenë një nga pengesat kryesore për hyrjen e vendit në Bashkimin Evropian. Rama fitoi zgjedhjet vitin e kaluar me premtimin për të bashkuar me BE-n deri në vitin 2030, dhe për këtë arsye eliminimi i korrupsionit ka qenë në krye të agjendës së tij. Qeveria është përpjekur të luftojë korrupsionin gjatë viteve të fundit dhe rezultatet kanë filluar të duken. Sipas Transparency International, Shqipëria mori 42 pikë nga 100 në indeksin e perceptimit të korrupsionit të agjencisë në vitin 2024. Sa më i lartë të jetë CPI-ja, aq më i ulët është perceptimi i korrupsionit. Në vitin 2020, Shqipëria shënoi 36 pikë, duke treguar se situata është përmirësuar gjatë 4 viteve që nga ajo kohë. Një raport nga Transparency International tha se prokuroria dhe gjykatat e specializuara kundër korrupsionit në Shqipëri kanë fituar besimin e qytetarëve pasi kanë dënuar ish politikan. Pas zgjedhjes së tij, Rama tha se inteligjenca artificiale ishte një mjet për të zhdukur korrupsionin dhe për të rritur transparencën. Rama ka pohuar se Diella do të eliminonte rishfetin dhe do të rriste transparencën në funksionimin e qeverisë. Sipas tij, vendimet për tender, të cilët më parë merreshin nga ministri të ndryshme, do transferoheshin gradualisht tek Diella në një shpërndarje graduale. A do të ndihmojë ministri i parë virtual në botë në eliminimin e korrupsionit? E cila është arsyeja e dukshme pas emërimit të tij që në fillim, për të përgjigjur kësaj pyetjeje, është e rëndësishme të pranohet se deklarata për Diellën përfshinte pak menaxhim mediatik ose atë që njihet si një njoftim që tërheq vëmendjen e mediave. E zhveshur nga hiperbolat, Shqipëria po kërkon të përdorë inteligjencën artificiale për të përmirësuar shërbimet qeveritare, jo vetëm në pjesën e përparme, do të thënë shërbimet për qytetarët, por edhe në ato prapavi dhe gjatë gjithë këtij procesi të trajtojë çështjen e korrupsionit. Në këtë drejtim, Shqipëria u bashkohet shumë kombeve të tjera që po përdorin inteligjencën artificiale për të përmirësuar funksionimin e qeverisë dhe për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët e saj. Për shembull, Emiratet e Bashkuara Arabe po përdorin inteligjencën artificiale për të përmirësuar performancën e qeverisë në të gjitha nivelet. Studimet kanë treguar se një partneritet i ekuilibruar njeri-AI është i nevojshëm për të krijuar sisteme më efikase dhe më të përgjegjshme të administratës publike. Kjo na kthen tek njoftimi i Ramës. Si artist e sportist, Rama sjell një perspektivë të re në politik dhe emërimi i një ministri AI mund të llogaritet si një prej tyre. E para në botë është publiciteti i mirë dhe i shërben qëllimit të synuar për të hedhur dritë mbi nevojën e vendit për të përqendruar në trajtimin e stigmës së korrupsionit. Që kjo të funksionojë, ka nevojë për njerëz të informuar për mbikëqyrjen e sistemeve të AI. Në fund të fundit, edhe sistemet më të mira të AI në botë janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj manipulimit, hakerimit dhe ndërhyrjes së të dhënave. Qeveria shqiptare do duhet të përmirësojë qeverisjen e përgjithshme, duke ndërtuar kontrolle dhe balanca në sistem, nëse dëshiron vërtet të përfitojë plotësisht nga të paturit e një programi të AI për të marrë vendime në mënyrë të paanshme mbi prokurimin publik, pa frikë ose favorizim. Nëse Rama arrin të përdorë ministrin e tij AI për të zhdukur korrupsionin dhe për të rritur transparencën në qeveri, kjo do të fillojë një kapitull të ri në përdorimin e teknologjisë për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët. Progresi i ministres Diella, shkruan Go Insider, do të ndiqej me vëmendje nga ekspertë të shërbimit publik dhe zyrtar qeveritar nga e gjithë bota.